që të mos hartohet pas zgjedhjeve sërish një libër i zi që se hym puna s'kujt, sepse në fund nëse përfundojnë zgjedhjet, edhe sikur Spaku të arrestoj apo të vë para përgjegjësisë sa njerëz, zgjedhjet kanë mbaruar. Ju keni dokumentuar deri tani shkelje konkrete, 1, 2, 3, 4, 5 dhe ti padisni zyrtarisht në mënyrë që ajo e keqja të parandalohet dhe të mos veprohet pasi të ketë ndodhur. Ju përmendët disa indikatorë që bie ndesh me standardin e zgjedhjeve. Duke filluar me administratën, me tjerë. A keni bërë sot një renditje në mënyrë që nesër të mos shkohet thjesht me ankesa që na i vodhën, na i morën, ne e bëm tonën, ky ishte fati jonë. Atëherë, po, sigurisht që po. Ka filluar punën për disa javësh grupi monitorimit e quajmë në Partitë Demokratike, po ai që ka qenë dhe në vitin 2023. Me profesionistë të njohur të gjitha fushave të monitorimit të çdo aspekti që, siç ju thash, kanë kriteret e Kopenhagenit për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Punon në mënyrë të vazhdueshme, grumbullon në mënyrë të vazhdueshme, merr ato që i ka me interes, i ndjek ato që interesi është i mjaftueshëm, i kemi dërguar, vazhdojmë i kemi dërguar në KQZ dhe do t'i dërgojmë dhe po i dërgojmë edhe në SPAK. Po këtu çështja nuk është çfarë do bëni ju, zoti Strazimiri, se ky ka të gjitha në dorë, ti e madh si do t'ja bësh ti. Tu çështja është dhe këtë duhet ta kuptojmë, aty fillon zgjidhja. Çfarë do bëjmë të gjithë na? Të sigurojmë zgjedhje për këtë vend. Pyetjen çfarë do bëni ju, sepse ju jeni një organizatë politike që pret të vinë në pushtet dhe unë si gazetar kam në dorë të them fjalën time të folur dhe të shkruar. Një qytetar atje në rrugë nuk ka asgjë në dorë më shumë se sa ka thjesht të flasi me njeriun apo me komshiun që ka ke kafja, dikush tjetër që s'ka as këtë mundësi, për thjesht ka të drejtën e votës. Kur ju pyeta çfarë do bëni ju, ato që po bëjmë ju thash. Nuk u shkarkova nga përgjegjësia publike. Ajo që po bëjmë çojmë SPAK. Ju thash ne, po ndymjet se tash kjo është çështje nëse na ka zonë gjithë, më ne kemi përsipër. Bëjmë sikur po ndodh diku tjetër. I kishuam 2023 në SPAK, thash deri në 35 me formular përgjigja. Tani ata kanë krijuar një task force. Zyrtar të kapur, pse po ajo është task force, po me ata njerëz. 35 përgjigje ka marrë Flamur Noka me të njëjtin tekst. Vetëm vul. Vetëm vul. As emri Flamur Noka nuk ndryshonte sipër se emri Partisë Demokratike. Është jashtë jurisdiksionit tonë. Korrupsioni hapur me pamje dhe me zë dhe me figurë. Korrupsioni hapur, shfrytëzim pushteti, ku diun, gjëra të dhimbshme. Buka e gojës të një njeriu invalid, i regjistruar, personi i përkrajjes sociale që i thoshte një gjë se ta jap unë bukën. E di vetë ti domethënë për këtë do votosh, a ti jap ato lekët tash, a ti jap më mbrapa. Nuk është kompetencë ime, thot SPAK-u. Tash të gjithë bashkë ka një detyrim SPAK-u. Të gjithë bashkë, po kjo pra është çështja. Ka një detyrim që të ndjek çështjen me përparësi me emergjencë. Opinionin publik. Jo thjesht nëse ja dërgoni tani mund të ndodhë ndryshe. Jo, s'është ashtu. Nuk është ashtu Sami. Gjithsesi domethënë. Sami, nuk është ashtu. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Sami. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme ka çështje zgjedhore. Sami, Po ishte apo do ishte çështja që një krim i pahetuar është nëse proponi tani të testojnë një emergjencën Sami, më pyete gjë kur ja çova në 2023, mos ja çova pas zgjedhjeve? Nuk e kishin atë. Ja kam çuar të thash dhe një herë që pa filluar fushata, se atëherë kanë filluar, atëherë kemi ngritur grupin, dakor? Dhe kemi marrë 35 përgjigje të saj natyre. Kanë të tjera atje akoma që s'na kanë kthyer. Tani e ka për kompetencën. Kompetencën e ka me ligj.